Kjo fe nuk është pronë e arabëve, as e turqëve, as e indonezianëve, as e pakistanezëve. Kjo fe është e secilit që është musliman. Nuk ka drejt në këtë fe arabi ma shumë se sa shqiptari. Edhe nuk ka obligime arabi këtë fe ma shumë se shqiptari. S'ka të drejt arabi ma shumë se shqiptari për këtë fe, po edhe obligime nuk ka arabi ma shumë se shqiptari për këtë fe. Se na kemi qef ata, vallai, pi atje ka ardhë, ata si ta mojnë mirë, si mos ta mojnë në shakirën me bo. Jo, s'do me thonë. Allahu Dhul këtë din e ka bo universale për gjithë popujt dhe për gjithë kohrat. Andaj një shqiptar, nëse e kapët për këtë fe dhe e mëson, bëhet më i madh se një arab i cili se mëson këtë fe dhe nuk kapët për te. Andaj na kemi shembull, kemi sheikhun e madh, muhadithin e shekullit Muhammed Nasr Albani rahmeti pas shpirti, i cili edhe pse shqiptar, kur u mur me këtë fe, e pse këtë fe, e studioj këtë fe, u bo ma i njoftë në Arabi se shumë Arab. Shikoni, në Arabi ka 300 milion në më dhënë popull, ka akademik, doktora shkencash. E dini se që ki hoxha jonë shqiptar, u bo ma i njoftë se ata akademik edhe ata doktora shkencas, pa titull shkencor, nuk ka titull as doktor as akademik. Në qka u bo ajo? U bo se kjo fe është e gjithve, andaj ti si shqiptar, nëse e mëson këtë fe, jeton me këtë fe, i jipesh kësaj feje, kjo fe të ngrit nalt edhe për mi Arabin, edhe për mi Turkun, edhe për mi Pakistanezin, edhe për mi Indonezianin. Këtë botat përmendin ty, edhe pse je shqiptar. Edhe pse vjen për një popull të vogël, 10 milion shqiptar, për tyre 7 milion musliman, 8 milion musliman, për tyre 2-3 milion tamam tjerë me emra, për një popull të vogël ti bosh emën i madh në 1 miliard e 500-600 milion musliman. Nuk është fe arabëve. Andaj edhe na e kemi borxh me e shërby këtë fe. Nëse do të më ka musliman tamam, si mos dush, kjo fe është me qef, me vullnet, nuk është me zor. S'do, u dhe mos koft. Rruga për xhenem është e qetë, ashtu sikur se rruga për xhenet është e qetë. Askush nuk detyron me shku në djath për xhenet, e askush nuk detyron me shku në të majt për xhenem. Ki vetë e zgjedh. Ama nëse e ke zgjedh me shku në djath për xhenet, e kjo udh ka rregullat e veta, i ka angazhimet e veta, i ka detyrat e veta, i ka punët e veta. Prej tyre është që ti ftojsh tjerët në këtë fe, ti ftojsh tjerët në namaz, ti ftojsh tjerët në xhami,